Kam edhe një pyetje të fundit, sepse ma bën me dije që kemi arritur kohën e planifikuar. Një prej pyetjeve më të shpeshta të shikuesve tanë ka ardhur që a mund të konsiderohet shqetësuese ose simptome njënës prej sëmundjeve të zorës, problemet me gazna të shumta, qoftë edhe reflukset të shpeshta që ju ndodhin nga çdo ushqim ose shujt që mund të konsumojnë. Po tash refluksi ka të bëjë me pjesën e sipërme të traktit digestiv. Ndërsa gazna, Shiqani, këtu janë prej probleme që janë jo shqetësuese, deri te probleme që janë jashtëzakonisht serioze. Për arsye se unë thashë se nëse masa tumorozeve që është e mbyll domenin, atëherë ka me shkaktu një frymin e krejt, është për fat keq aty baza tash është mekanike, pra është tumorale dhe normalisht se duhet të jetë shqetësuese. Ndërkaq në anën tjetër, gjitha edhe në pjesën e sipërme të traktit digestiv, posa që është refluksi, kur e bisedojmë për këto, duhet kemi kujdes edhe në ushqim, dhe gjitha mund të jetë shqetësuese për arsye se refluksi për një kohë të gjatë mund shkaktoj shkallë të ndryshme të refluks ezofagitit, domethënë të inflamacionit, të pezmetimit që na e quajmë kimik. Nuk është inflamacion bakterial as viral, po është inflamacion kimik për shkak të përmbajtjes së lukthit, qoftë të aciditetit, të bilës, të pepsinës dhe të enzimeve tjera të cilët shkaktojnë një djegje. Dhe që fillimisht aty tash e kemi një fenomen kompenzator se organizmi, pasi që kjo pjesa ku kapet ezofagu me lukthin i nënshtrohen mas shumë të fenomeneve të refluksit, organizmi fillon mas një kohë, përveç aty që i përmend erozion e ulceracion, me kriju një të ashtë quajturin baret ezofag, e cila në fazën fillestare është mekanizëm mbrojtësi i organizmit, për arsye se organizmi tash ka përzgjedhur një metodë, normalisht jo fitimprurse për personin, por që me kompenzu, domethënë çat dëm që po na bëhet aty. Mirë po, nëse ajo vazhdon edhe për një kohë të gjatë, dëmtimet janë më të mëdha, vjen deri te një baret që na quajmë baret i shkallës së lartë, domethënë me një HGD, domethënë me një displazion të shkallës së lartë, i cili për fat keq mund të shndërrohet. Por që fryrjet në instancën e fundit mund të jenë edhe si pasojë së rregullimeve të aciditetit, edhe si pasojë e infeksionit me Helicobacter pylori, por mos të harrojmë edhe si pasojë e marrjes së ushqimeve të lloj-llojshme, që ndoshta në jetën e përditshme shojnë vet, duke shkuar edhe deri te intoleranca smundjet organike, po se po dhe deri te intoleranca në laktozë edhe në ushqime të shumta, të cilët japin fryrje të mëdha. Po, e fundit, smundjet e zorrëve trashëgohen a shkaktohen? Smundjet e zorrëve, shiqani, gjithmonë ekziston një predisponim gjenetik. Ekziston një predisponim gjenetik. Nëse për shembull në familje dikush ka karcinom kolorektale, domethënë tumor të zorrës së trash, dikush prej pasarsme, do të jetë një predisponum që edhe ai të shkojë. Prandaj në këtë aspekt ekziston edhe plani, i përcjelljes së screeningut, normal të fillu prej moshës 40 ose 45 vjeçare, te ata që nuk kanë anamnezë familjare pozitive, thuhet edhe 50 vjeçare e përmi, çdo 5 vite ka një kolonoskopi, por që screeningu mund të bëhet me teste FOBT, që është gjaku i mshet feces, përmes testit FIT, fluora imunescent, domethënë test, por botën e zhvilluar edhe përmes ADN-s, përcaktimit të ADN-s në FNS, në FCS mund të përcaktohet që është, si është me tha, kulmi këtyre screeningeve, që është më mirë arritja më e madhe shëndetësore. Se tash për shembull përmes testit FOBT, na do të izolojmë për shembull dikun prej 100 vete, ta zonë 10 vete kanë pozitiv. Për që aty në 10 vete 5-6 do të kenë polip, ndërkaq për aty në 10 vete 2 ose 3 do të jenë ndoshta me karcinom. Prandaj që rëndësia, na së fundit kemi inicuar një strategji në klinikën tonë që të bëjmë një plan, një strategji për parandalimin gjithsesi screeningun e karcinomës kolorektale dhe atë pikërisht të po se karcinoma kolorektale është mjaft të shpeshtë tek njerëzit tanë, tek pacientët tanë që çdo ditë pothuajse zbulojnë në kabinetin endoskopik.